Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët nerv. Sonte do të flasim për rezistencën jo violente në Kosovë prej vitit 1988, marshit minatorëve, grevës minatorëve e aksioneve tjera jo violente në Kosovë deri në vitin 1998, fillim të vitit 1998 në prag të luftës. Mysafiri jam sonte është një prej publicistëve më produktiv gjatë viteve 90 dhe më të guximshëm të njëjtën kohë. Në zëvendës pa ju, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën. Mirë se gjeta. Po e nisim me vitin 88, fundin e vitit 88, përpjekjet e Serbisë për suprimimin e autonomisë të Kosovës, me marshin, grevën, apelin e intelektualëve, demonstratat kundër suprimimit të autonomisë dhe vetë suprimimin e autonomisë, po vazhdojmë deri te viti 97, protestat e studentëve përkatësisht fillimin e vitit 98 kur në Kosovë fillon lufta mes Kosovës dhe Serbisë. Ju keni qenë në Kosovë në fund viteve 80-ta, edhe keni qenë Student shumë. po dhe aktiv. Si keni pa këto ngjarjet kryesore që i përmenda, marshin, grevën? Po këto është kur shqiptarët në Kosovë ju del gjumi edhe shohin që Serbia po do me marrë autonominë. Domethënë, ndrysh është me i bind dikan për me fitu diçka që se ka. Po ndrysh është më kallaj me i bind me mbrojt ato që e kanë. Edhe në fakt, tendenca për me marrë autonominë bëhet me njëherë mas vdekjes Titos. Edhe ajo që ndodhë me vitin 1981 është thjesht një komplot që e ban Beogradi Tirana për me zhbo autonominë e Kosovës. Në fakt, ajo nisi edhe më herët, sa është Tito gjallë, 1977, me librin e kaltërt. Po, ajo pe Kushtetutës 74, po mendoj është paknesia e inteligjencës serbe, e strukturave në Serbi e tjerë me autonominë që merr Kosova Vojvodina, me federalizimin që i bëhet vendet, sepse duhet me kuptu Jugoslavia ka qenë në thelb shtet serb. Një Serbi e madhe, thjesht. Pa mërë parasysh që administrativë është organizuar në Republika e Krajina, por në sens Jugoslavia nuk e kanë kriju as kroat, as slovent, as bosnjak, kanë kriju serb në luftën e parë botnore, me sakrificat që i kanë pas dhe ku kanë humbë 2/3 e popullsisë mashkullore, kanë humbë luftën e parë botnore. Edhe në fund, jo është problem, fuqitë e mëdha mundsojnë me marrë gjithë ato territore dhe tani edhe Jugoslavia e dytë është njësoj produkt i Serbëve, i kombit serb. Kështu që fakti që Jugoslavia u federalizu, unë kam një punim cilën pres me botu, ka qenë një konferencë shkatësore në Universitet Beogradit për rolin e Gjafer Devës në Kushtetutën e vitit 74. Duke Gjafer Deva ka vdek në 78-ën, por fjala është për letrat që e dërgon State Departamentit, ku kërkon që Jugoslavia mu federalizu me ndiku në Jugoslavinë, sepse ai parashep pas vdekjes së Titos prishet, edhe këto republikat tjera, jo serbe, si që thot ai, sigurisht e nën kupton Serbinë dhe Malin e Zi si republika serbe, por e vërteta ndodhe edhe ma shumë se që kishte para Gjafer Deva, dhe do të bëhen, do të jenë ndikimin e perëndimit, ndikimin amerikan. Duke paragjykue që Serbia do të mbetet aleat i Rusisë. Që inteligjenta serbe, viteve 70 ka qenë e paknaqur. Kur me vdekjen e Titos, atëherë veç merr formë aktive. Formë aktive, organizimi i demonstratave vitit 1981, grupe marksiste-leniniste në Kosovë, e tjera nëse e lexoni librin Titistët të Enver Hoxhës, do ta shihni një gjë. Enver Hoxha shon krejt politikanë kroat, sloven e bosnjak. Titën, Kardelin, Bakariqin, Dolancin, të tonë, Hamdia Pozdercin, Gjemal Bjodiqin, a di kanë luftan? Rankovicin, Miladin Popovicin, krejt politikanë sërbë. Do më thonë, krejt politikanë sërbë përtojnë të mirë, këta titistët janë përtojnë
Sërb kroatë. Do me thonë, mas vdekjes Titos, demonstratave të vitit 81, Serbia aktivizohet për me suprimu autonominë e Kosovës. Që kjo është nisma e, do më thonë, asoj që ka ndodhë në fund viteve të 80-ta. Do më thonë, këtu është thelbi, mirë po kjo nuk arrihet me njëherë, për shkak të rezistencës. 87, 88, 89 ka rezistencë prej liderëve politikë të Kosovës asaj kohë, prej Azemvllasit, prej... Në desha me shpjegu kronologjikisht. Dhe kur ndodhin demonstratat të të dhe ne e bën të të nishën, e bën sulmin e parë mbi autonominë. Heq Mahmud Bakallën, që do më thonë edhe krejt kastën e ti që e ka udhëheq Kosovën edhe ka zhvillu autonominë e Kosovës viteve 70-ta. Për 71-tës, dhe 81-tën, njeriu qendror ka qenë Mahmud Bakallë. Gjithë zhvillimi i Kosovës, Biblioteka Kombëtare, Akademia, Universiteti, këtë lidhen me emrin e Mahmud Bakallët. Edhe tash ai hiqet, edhe vjen klasa tjetër që kryesisht identifikohet me Azemvllasën. Domthonë si njeriu ma agil, ma i përkthjelur i Titos, kryetari i rinisë Jugosllavisë e tjerë. Kështu që Azemvllasi mendon që kjo me këtë do të kryhet, po ai fillon me mbrojt autonominë kur e shet që po rrezikohet autonomia. Në mënyrë e sakrifikon Bakallën për shkak se mendon vetë me nxon ato për shkak konkurrencës politike, ato me nxon ato pozita. Edhe tash kur ai në vitin 1984, 86 apo ma po tamam këto vite, është kryetari i komitetit, i kalon mandati, bën kaqusha, po kaqusha nuk mundet me rezistue si Azemi. Pa marrë parasysh që edhe ajo u tregu patriote, kështu, po mendoj, po të gjitha ato presione që bënte Serbia në atë kohë, kjo nuk mundte me rezistu. Unë në atë kohë, në vitin 1987, kam qenë kryetari i konferencës universitare të Kosovës. Lidhjes së rinisë së quajtur Kosovës, që e ka pas rolin e parlamentit studentor tani. Do të thonë, kam qenë në atë kohë kryetari 50.000 studentëve të Universitetit Prishtinës, edhe ma vonë kam kriju bashkë me konferencën universitare të Slovenisë, të Ljubljanës, të Beogradit, këshin koordinues të konferencës universitare të gjithë Jugosllavisë, dhe jem zgjedh kryetari i këshilli, për shkakun që kjo organizata lidhje studentore ka ekzistuar deri në vitin 1971, kohën edhe Azemvllasi ka qenë kryetari i saj, dhe kalon mandatin gjysmë sepse Tito e suprimoi lidhjen e studentëve. Edhe tash na e krijuam sërish, edhe unë mëra me vazhdu, si me thonë, mandatin që kishte lënë Azemvllasi para gati 20 viteve. Dhe kjo po du me thonë që kam qenë në rrjedh. Po, veç po më interesën kështu, se tema është rezistenca jo violente, mos të futemi madhe. Mu po më interesën kështu. Cili ka qenë, a ka vepru mirë klasa politike kosovare 88, 89, me kundërshtimet, cilat janë gabimet që i ka bëu? Jo veç klasa politike, po dhe qytetarët e Kosovës. Çka u dashur me bë ndryshe kur Serbia ka filluar me marrë autonominë? A u kon rregull me bë marshin e minatorëve? Mandej me bë mastremujve greven e minatorëve? Marshin e minatorëve, po, besoj që ka qenë rregull që i kanë bëu, dhe kjo është veprim i Azemvllasit dhe klasës tij politike. Edhe greva e minatorëve. Edhe greva e minatorëve. Apeli intelektualve? Apeli intelektualve është vepër e Zekeriat Canës, domethënë është po ashtu demonstratat kundër suprimimit të autonomisë janë grupeve të ndryshme ilegale. Këto janë në atë kohë kur veç autonomia faktikisht u kon gati të u marrë. Janë veprime që janë bërë në momentin e fundit. Domethënë nuk është që në bo keq, po janë bo shumë vonë. Okej. Janë bo shumë vonë. Duat e përmenda këto kohën e, domethënë kur kam qenë kryetari i studentëve për me përmend një bisedë që kam bo me Azemvllasin atëherë. Une dhash një intervistë televizionit Beogradit në asaj kohë, ku në një emision më të shikuar që ka qenë politik në atë kohë, tha apo vepron nacionalizmi në Universitet Prishtinës. Unë ishë kryetari i rinisë, studentëve të gjithë Jugosllavisë. Thash,
ka, thash, po vepron nacionalizmi sërb, jo nacionalizmi shqiptar. Këtë një duke, po më dojtë qaq që më thonë, befasi, so që dikush, po thëtë kryetari njës, po thëtë që në përkuzë nacionalizmi sërb, tha, ka nacionalizm shqiptar, thash, ka nacionalizm shqiptar, por nacionalizm shqiptar, thash, është i fjetur. Kurse aktiv është nacionalizmi sërb. Edhe kjo përkeqëson situatën. Dhe në mëngjes, më thirrën konvikt, atëherë, hajde po thirrë zëmvllasin në zyrën e rektorit. Rektorit Božhe Qëllaković, atko. Edhe shkova atje edhe për i thëtë rektorit, tha funksioni këti ka qenë funksioni mi parë serios. Në sekretari studentëve, a mund me nalon vetëm, tha që na dy kryetarët me folë. Doli rektori për i zyrës vetë dhe tha nuk pe kuptojshë mirë sërbishtën se ke thonë, vend që me thonë situata po përmisoti, ke thonë po përkeqësohet. Thash, jo, une e kam thonë pikërisht që ato që kam dashur me thonë, situata po përkeqësohet. Tha, po tyre këtu, edhe në Miloševiqi po do me tregu që na këtu situata po, edhe na tanë kohën po mundohemi i bindë Sloven të Kroati, këto që situata po qetësohet që kemi në kontrol dhe këte. Thash, unë pe kuptoj politikën tonë, po nuk jam dakord me ato që po banë. Thash, edhe jam mora një shembull. Thash, ti, thash, po qëndron me një tabak me filgjona në dorë, thash, po do mi majtë me smi thyj filgjonat, e Miloševiqi po vjen po të therë me gjilpon në trupit, që ti mirëzue filgjonat. Thash, ti herët avon ki mirëzu këta filgjona. Thash, që ma mira që munësh me bo, është me kop mja këthyje, mja gju krejt filgjonat Miloševiqit edhe me smequ dhe në fund, thashtë të duhet që tash me shpall luft, se kur përmena nacionalizmin sërb, është nuk mendovan në Draža Mihajloviqin e vdekur, po në Slobodan Miloševiqin e gjallë. Çka dash me bo? Se ai thanë, Miloševiq nuk në rrugën e titës, nuk o morvesh tash e punë. Çka dash me bo? Po do të konfrontu shumë herët me Miloševiqin. Do të thonë s'kam mjaftu greva, marshi, apeli intelektual dhe izolime. Nuk është që s'kan mjaftu, po e në bo vonë. I e në bo, do më thonë, drysh është, shiko, lume... Kur ajo këntu e kurorzu suprimimin autonomisë... Që atër kanë vepru. A ka mujtë ndryshe mu bo për shambull të suprimimi i autonomisë, kur kuvendi i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, shumica dërmuese e deputetëve votojnë kuna. Ka mujtë mu bo diçka... Po, ka mujtë mësë mu votu. Mësë mu votu, po o votu. Po votu, do më thonë, thjesht që aty është dashtë, do më thonë, më ju bo presion, qëta inteligenca që më vonë dalin në rilindje, me peticion, o doft që atëherë me po presion bi këta deputetet, që mos me bo atë veprum. Për 180 delegatëve, veç 10 kanë votu kundër. Kanë votu kundër. Do më 170 janë pajtue me humbin autonomisë. Shikoni, në botë ka raste ku shteti ja ka marrë autonominë një province. Po nuk ka raste tjera në botë që ja ka marrë autonominë duke detyru me votu, me legalizu heqjen e autonomisë? Me vetë votë. Veç Kosova e Vojvodina e kanë hjek në mënyrë vullnetare. Atë mundet me thonë me presion, po nuk njihet presioni mbi deputetet. Se qëtu të shpjegu studentëve, u që një student thënë, po profesor nështë ta kanë pos presion, tha deputetet. Normal që kanë pos presion, po ata nuk duhet më dërzu. Shka ndodhë, thash nëse dëpërton një njeri me kalash në dorë, hen në parlamentin e Kosovës, edhe i thëtë deputetëve votoni me shbo pavarësinë e Kosovës. Qa duhet me bo ata? Qa duhet me bo? Duhet me dekë, thash mësë me bo. Se nëse i vretë këtë parlamentin gjos bohat, po çka kanë mujt me nëse votojnë zhbomin e pavarësisë... Çka kanë mujt me bo shqiptarët ndryshe në atë kohë? Deputet e Kuvendit Kosovës, udhëhecit politik të Kosovës, pozit. Jo, kur po thu për shembull me u fut në konflikt me Serbinë. Më fut ma... Qysh me u fut në konflikt? Vitin 99 me edhes luftën me Serbinë? Jo, s'ka konë në rënë luftë atëhere. Po atëhere për shembull, kur konë Miloševiqi në ngritje, a i ka sulmun të nëhon. Ta në kohën, asë në vlasë vishë mbrojt. Edhe klasa politike vishë në mbrojt. Qa ka mujt me bo tjetër?
kanë mujt me sulmu, me thonë që ti po do me prish Jugoslavinë e Titos, ti po do me bo... E kanë thonë këto, edhe Vllasi, edhe Kaçusha, edhe Kolgeci, edhe kur e kanë thonë këto, kur kufini pas të vjelave. Që kanë mujt me bo kur për shembull veç i ka marrë. Shiko. Pi 89-s mbrojtjen popullore ta ka marrë Serbia. Policinë e Kosovës 89 veç e çarmatosi do bën shqiptarët për atë. Në shkuj ndërzu. I çarmatos qytetarët e Kosovës komplet. I armatos qytetarët serbe malazez të kohën. Po, vërtet. Po kjo prandaj u dosh të më reagu kur i bo çto veprime në fillim. E jo, domethënë shqiptarët kanë reagu veç kur e kanë pa ashiqare që po merret autonomia. Domethënë tek që atëherë kanë reagu tepër vonë. Lumit mund është me nru rjedhen aty ku buran, por nuk mund është me arnu rjedhen të delë ndeti, e me që mu delë në një det tjetër. Aty ku buran ti mund është me sot, për shembull, kemi rastën në Rodimes edhe Lepencin, po më dhe që ndohen bifurkacioni në derën Sitnici atër në detin e Zine, që aty për shembull na muj me intervenue edhe ujnat me i derdhë, janë detin e Zi, janë detin e Gje, po s'mujmë atje të Selaniku me ndu rjedhen. Do me thonë, gabimi kryesor u bo që është kundërshtu vonë tendenca e Serbisë për me hek autonominë. Jo pëse kundërshtu, po kundërshtu vonë. Edhe kulmi u konë veç me votimin në kuvend. Qysh është e rezistencën që ka ardhë mas suprimimit autonomisë, mas votimit në kuvend me 23 mars edhe legalizimit heqjes të autonomisë me 28 mars. Qysh do këtë rezistenca e shqiptarëve në Kosovë? Për shembull aksionet, po shko, vjen peticioni për demokraci kundër dhunës. Janë nisë mos zgju, sidomos Gazeta Rilindja, RTP-ja, Radio Televizionin Prishtinës e tjerë fillojnë tash me bo një farë lloj përlindje me po çapo do me ndodh, edhe kur zgjedhet ky përbërje e re e parlamentit të Kosovës, masi përbërjes që e dorëzon autonominë, të zgjedhen ma patriota, zgjedhet Ramadan Kelmendi, zgjedhet Adem Mikullufsi, Bujar Gjorgjala, Marem Shabani, shumë tjerë, domethënë të cilët Milioti ka qenë për një kundër suprimimit. Po, me dy korrekta votojnë për Kosovën. Edhe këta, domethënë votojnë këtë kohë, po kjo ishte shumë vonë, domethënë. Edhe me këto ajo shpall ilegal, pastaj se ti kur njëherë kur e dërzan, po veç kjo është ma vonë, të dy koriku 7 shtatori kështu vim ma vonë. Po qysh ishe qëto, për shembull, dhunën e Serbisë, helmimet? Ato pastaj kanë qenë krejt pasoja, përgjigjen e shqiptarëve, për shembull, pajtimin e gjaqeve, themelimin e partive politike, të organizatave. Domethënë pajtimi i gjaqeve është veç një përgatitje për luftë. Pajtimi i gjaqeve është një përgatitje, një mobilizim i përgatitjes. A dhe na ka ndodhur përpara në historike? Apo është për herë parë? Ja, ka ndodhur në të kohën, për shembull, pajtimin e gjaqeve ka bo edhe Mullaj Lazi, Ilas Pahiu, Hoxha e Brojës, vllai babgjyshit tem, para se me shku me mbrojt në Pazarin. Lidhja e dytë e Prizrenit kish pas organizu pajtim gjaqeve gjatë luftës dytë botnore. Po edhe lidhjen e Prizrenit parë, 1878 kish pas organizim pajtimi gjaqeve. Sepse kjo ka qenë, domethënë, kur shqiptarët tash i kthehen nacionalizmit burimor, domethënë, i kthehen pajtimi gjaqeve veç ka sjell në rikujtje këto memorien kolektive historike, lidhjen e parë Prizrenit, lidhjen e dytë Prizrenit, luftën për mbrojtjen e Novi Pazarit. Edhe LDK-ja tani është një farë disa prej themeluesve e konsiderojnë si vazhdimsi të lidhjes Prizrenit, po për ata dhe quhet lidhja. Quhet lidhje pikërisht për shkak të asaj, si lidhja Prizrenit, lidhja Çka do këtë, cilat kritë qëto aksione që kanë ndodhur deri te dy koriku i vitit 1990, që kjo kundërshtimi i suprimimit të autonomisë, pajtimi i gjaqeve, themelimi i partive politike në fund të 89-s, kritë qëto, qysh i vlerëson sot 35 vjet mas, me qenë se në atë kohë dhe ke qenë shumë aktiv. Cilat duken gabimet që i kemi bu? Kemi bu një gabim gjatë vitit 89, mas suprimimit e deri te dy koriku? Në thash, gabimi ka qenë greva të shtatorit, domethënë ka qenë veprimi fatal që i kanë bërë shqiptarët vetë, gabimi ka qenë votimi, domethënë, por tjerat nuk kanë qenë gabim, por kanë qenë domethënë të bëna me vonesë. Po pse ka qenë gabim greva? Madje edhe vetë, shiko, edhe vetë themelimi për shembull i LDK-s me 23 dhjetor, kur filloi jeta plurale në ish Jugosllavi, kishte tendencë që
veç Kosovën me mbajt rezervat. Edhe aty, unë e kam të libri parë... Po, një fjalim po ly pluralizëm politik edhe ly lirim të burgosurve politik, heqjet monopolit lidhjes komuniste. E krejto, do më thonë, më kujtohet në atë kohë, para se me bëha diskutim, pa ta taku Ibrahim Rrugovën, atë s'ka qenë LDK, po ka qenë kryetari i shkrimtarëve edhe Aman, po më doj që eftojsha në urë letrare, e i thash du me diskutu qështu. Tha, më stuj, tha, sistem shumë partjak, tha, thuj pluralizëm ma bot, tha, se mos po të shtinë burg, atë po pluralizëm, sistem shumë partjak, tha, shushtë një të gjonë, po, tha, po t'inglën ma bot. Unë se me gjitha të në thash sistem shumë partjak, atë dhe kërkesën... A ka qenë gabim kjo me bo shumë parti politike? A nështë ta u dash me bo veç një lëvizje kombëtare? Jo, ajo ka qenë... A ka kuptim kjo me pas pluralizëm politik në kuptim? Ka pas kuptim, sepse në atë kohë, e vetëm e parti ka qenë lidhje komunistëve. E kupton, edhe kur thu një parti që kemi partin. Prandaj, sistemi, thirrja në sistem shumë partijak ka qenë paravan për më ju shmong lidhjes komunistëve. Po në fakt prapë u bo si një farë kështu, prapësisht e shumë partijak, se LDK-ja kish krejt pushtetin edhe këto partit ma shumë ishin si dekori... Po, formalisht ka qenë ashtu, esencialisht ka qenë një parti, ka qenë LDK-ja, edhe që ka dominu 99% skenës politike, edhe në atë kohë kur unë kritikoja LDK-n, ka qenë ma të mërshme se sa në kohë të lidhjes komunistëve me kundërshtu lidhjen e komunistëve? Fala, gote, ma asisëm në kohën e lidhjes komunistëve, të shtishin burget, po më ndaj bëshin, po me gjithat kishë dikun për krahje në popull, nuk kanë të moshë, nuk qushë të ratar. Nuk linqoheshe. Nuk linqoheshe. Tash është situatë këtë tjetër. A në kohën e Ibrahim Rrugovës, të linqoheshe, dhe më thonë... Po jo për Ibrahim Rrugovës, ha? Jo, për Ibrahim Rrugovës më kujtohet... Sa s'ka qenë njeri kështu që... Dhe më kujtohet një situatë me Latif Berishën, profesorin Ndjek Mitrovic, mbledhën kryesia e Lidhjes Demokratike në Mitrovic, edhe dojnë mu mleqit. Për shkrime kritike për Ibrahim Rrugovën, edhe e ndjeri Latif Berisha, unë se kam ditë, ma ka të reguë këto ma vonë Abdullah Kelmendi, që ka qenë aty në kryesi, edhe thot e nisin këta po më daj propozimin për më mleqit, edhe i thot jo zban. Thot po për kritikon Ibrahim Rrugovën, anë edhe mirë banë që i kritikon. Po të kritikon ty, e i kanë thonë, me gjithë se Latifin se këmë kritikuën, asë njëherë, po këta i pas kanë thonë. A thënë edhe ty, anë edhe mu mirë është me më kritiku. Ka thonë, atë na nuk banë me leqit. Dëmon ka kundërshtu leqitin, dëmon ka shku në atë kohë me të shpallë DDK-ja që ti je, dëmon, tradhtar, je, kun me të qitë, u konë shumë ma keqë se sot për shembull me të luftuve të vendosja, po të këja katastrofë ka qenë. Po me gjithat, dhe më thonë, ajo LDK-ja, këtë kritikat dhe më thonë që i kam pas për LDK në atë kohë, është që veprimet i ka bo me vones. I ka bo veprimet të duhara, LDK-ja, nuk muj me thonë, po veprimet i ka bo kur efekti tyne ka qenë i vogël. Kur themelohen partit politike, LDK-ja para, pastaj edhe parti tjera në fillim të vitit 1990. Sa në ngjarjet më të rëndësishme janë disa muaj mas. Është dy koriku i vitit 1990, 7 shtatori i vitit 1990. Qysh i ke pa këto atëherë? Po, edhe qysh ishe sot, se mundosh me... Po, jo, mendoj isha sot qysh i kem pa atëherë në fakt. Kanë qenë veprime të duhura, domethënë veprime që kanë megjithatë më mirë vonë se kurrë. Ma mirë vonë se kur. Ma dje, unë e pata në atë kohë, pata po kritik, dy korikun ta nuk përmenin fjallin Republik. Se kanë shkru, se se kanë thonë Republik. Ma dje në atë kohë, kujtohet, pata organizu garat e nxënësave në matematik, edhe në ato farë, ku e kanë zonë venën e pare, dy që i jepshim ato farë me njohjet, aty në shkru Republika e Kosovës, me vula u konë shëqatës matemacientëve të Kosovës,
edhe pse ata se patën shpall hala tek me kushtetutën e Kaçanikut të shpall Republikë. Po ku ishe, a duket okej që deputet që e kanë shpall Dykorikun edhe ata që e kanë shpall kushtetutën e Kaçanikut, sidomos kushtetutën e Kaçanikut e kanë bërë në mënyrë ilegale dhe pastaj janë largu prej. Ç'është vlerëson këto? Si Po kjo ka qenë kuadër të veprimit, më pastaj veprimit paralel. Prej momentit domethënë që u zhbo autonomia, çdo gjë ka qenë u zhbo në mars të 89-s me votimin e vetë deputetëve të Parlamentit të Kosovës, të asaj kohe, Kuvendit të Kosovës. Të tjerë kanë qenë vetëm lojë politike me tregu që na nuk po dorëzohemi, që na s'pe pranojmë legitimitetin serb. Edhe referendumin, edhe zgjedhjet e para ishin edhe referendumi, edhe krejt to kanë qenë vetëm një matje, një ç'më thon mobilizim i brendshëm me tregu që na nuk po nënshtrohemi, na nuk po na keni marrë autonominë, por nuk I keni marrë legitimitetin tonë. Qa kemi bërë në fund viteve 80, 89 edhe vitit 90 ka qenë kjo. Kemi kallëzu për çka jemi, kundër shkafit jemi. Jemi kundër heqjes të autonomisë dhe këto kemi bërë përmes marshit, përmes greves, përmes apelit, përmes peticioneve, demonstratave dhe unës e kështu. Mandej kemi fillu me kallëzu për çka jemi. Jemi për Republikën Kuadër të Jugosllavisë me Dykorrik, jemi për kushtetutë të Republikës Kosovës në Kaçanik, mandej jemi për referendum vitin 91, jemi për zgjedhje parlamentare presidenciale, tash po kallëzojmë edhe për çka jemi. Edhe mandej para se me kalu te tema e radhës që po du me diskutue që është sistemi paralel, më bëni përshtypje një sen që e the ma herët, që the se një pi gabimeve më të mëdha që është bë prej vitit të thelone këtu, më katastrofale është greva e 3 shtatorit. Pse? Sepse greva e 3 shtatorit në kontekstin e kohës, unë kam qenë kundër. Do shta kam qenë I vetmi që kam kundërshtu në atë kohë që s'ban më bëhë greva. Dhe ma vonë ku marrë vesh që Rugova ka qenë, Ibrahim Rugova ka qenë kundër grevës, po që s'ka marrë kurajo në medalje me thonë që s'ban më bëhë grevës. Me pa thonë, Ibrahim Rugova s'ban më bëhë greva, besoj që nuk ishtë bëhë. Po pse ka qenë keq me bëhë grevë? Ka qenë keq sepse ja mundsoj Serbisë me I përjashtu krejt punëtorët për I punë, edhe me nxon pozitat. Ndryshe kish me qenë situata kur të shalt kohë e luftës, me pa qenë shqiptarë në për puna, në për vendet të dyre të punës, e ndryshe kur I në konkret out. Për një dekatë. Po, për një dekatë të tërë. Kjo e ka, unë besoj që kjo ka qenë një aktivitet I inteligent I Serbisë për me shqiptarët me largu sa ma në mënyrë ma efektive pe institucioneve, pe punës, pe krejtë. Ka orë punë, ja u ka hjek klasa politike, tash ka hjek edhe pe institucion për me bo aktin final me zbu. Edhe mës të shkon intervenimi I NATO-s, ai qëllimi ish arrit 100%. Sot shqiptarë në Kosovë s'kish pas. Thjesht kjo është prandaj ka qenë veprim I gabuar. A ka pas veprim tjetër të gabum si pas teje? Gjatë vitit 89, 90, 91, kur e kemi fillu që të rezistencën? Jo, kanë qenë përpjekje, për shembull përpjekje për me formu ushtrinë, ato kur dërgohen atë me Shari, Zerpa e Zitin. 91. Si ka qenë gjo edhe, por sistemin paralel mirë po atë nuk e kanë pas qartë shkretet që në strukturat e shtetit shqiptar atëherë ka pas nëse e përori që I ka u morë me ta, si ka spionu drejtet në Beograd, shefi ti ka spionu, nëse jo shefi ti, shefi tina, edhe dikur shkret emrat, që kanë shku atje, jenë konë veç, jenë identifiku edhe ajo ka dështu. Po sistemin paralel në fusha tjera që ke pa, për shamë në arsim, në shëndetësi, në kulturë, s'ka pos tjetër zgjidhje përveç asoj çfarë ka qenë, përveç ndërtimit sistemit paralel. Nuk ka pas një zgjidhje tjetër. Po, na kemi bu sistem paralel në arsim, në shëndetësi, në kulturë, në sport, në bujqësi, në shta kështu. Po,
nuk kemi arrit me bu sistem para edhe në financa, i kemi majt 2 shtetet, e kemi majt edhe qeverinë e Bukoshit, edhe qeverinë e Serbisë. Por në ekonomisë kemi arrit me organizu sistem paralel. Jo, se s'ka po qysh me bo, se s'ka leju Serbia më shumë. Mi bojkotu produktet e Serbisë, apo i shkon hap shumë radikal. Se po s'tjera prokurit, ka ke mujt mi marrë të produkte për të tërkohet për Serbisë. Po më dhe, a në fund ka mujt me të ndalun dogon, le që do më thonë gjdo produkt, edhe në qësë të konë produkt Amerikan. Ajo koni doganum pe i Serbisë. Pak na mujt me bo rezistencën në fushën e ekonomisë ndryshe. Nuk është, jo, nuk ka pas sysh. Për shembull, me bojkotu pagesën e taksave Serbisë. Na ja pagujmë vetë qeverisë Bukoshit, nuk ja pagujmë qeverisë së Serbisë. Po, që ja ka morë me zarë. S'ka pas sysh ti, për shembull, në momentin që ti ke qenë në një sistem represiv, ta kishë moti si ja pagun taksën, po e ta mërë shpinë. Ti menon që është mirë që kemi bu deri në vitin 95-6 me sistemin paralel, edhe pse s'është mirë mi thonë paralel, se paralel u koni Serbisë, jo i Kosovës, po kemi bu mirë në arsim, në financa, në shëndetësi. Me gjithse veprimet, dhe më thonë, jenë konë gjithmonë me shumë hap avonesë, dhe më thonë, me shumë... Edhe në arsim e në shëndetësi? Edhe në arsim, edhe në arsim, për shembull, që një veprim. Unë kam qenë atëherë, kam punu në gjimnazin Sami Frosh, i Vallulla Ribara atëherë, kam qenë akoma student. Akoma pa diplomu, kur kam dhe mësim, apo në qatë kohë, pa ta diplomu, diku në afrë që të ka qenë, në ndërkohë dhe më diplomu, edhe pa të ardhë kërkesa e në zonësave sërbë muda. Edhe kërkojshin, për shembull, kjo ka qenë 90, 90, okej. Po. Edhe kërkojshin mundo, edhe sëpë kërkojshin me marë këto i Vallulla Ribara dhe shqiptarët me shkun gjithë dhe dota. Se thanë, na emnin e herojt tonë po rrimë në Sërbë, e shqiptarët e shkujnë emnin e herojt tyne. Më thonë që jo, se shkolla gjithë dhe dota ishë me vogël, po më doj me klasë, me numra, me lokal. Po, Sami Frosh i Vallulla Ribara ka qenë shumë ma. Thash jo, se për shkak numrit, thash na po rrim në i Vallull, ata le të shkojnë gjithë dhe dot, asaj për këtë, asaj kallaj marrim busën e i Vallull dhe se qojmë atje, marrim busën e gjithë dhe dot dhe se bim. Këto edhe ma kallaj me bajt, se so me po më ishti në zonë sa Simkotet, ku nuk i në zanë atje, për ju hapësire të prume këto. Edhe, po du me thëmë që kam qenë atëherë vetëmi për kolektiv që thësha Apollet doha. Ajtë të ndojmë, po më ndojmë, dhe të ndojmë shkolla, objekte. Në vija etnike, po. Në vija etnike, masi ata po kërkojnë, për ndojmë. Shqiptarët jo, zdojmë më ndojmë bashk, në fund me të nasë pa ato. Me pa qenë, për shembull, më pa ndojmë me vakt. Me marë Sami Froshin, shqiptarët e gjithë të dodën. Po, shkonë shumë shtirë me i hek pe i gjimnazët, pastaj... E kjo pretendon ju që ka ndodhë, jo vesh në fushën e arsimit, po edhe në fushat... Edhe në shumë fushat tjera, kanë, po mëndoj, jenë bo gabime, po mëndoj, unë disa për ty në mënyrë analitike, në më thonë, në shkrimet e mija, i kumë përmledhë në të kohë, po shumë prej gjanave të cilat jenë bo, njëzët tani tash e kujtojnë me vonë tash me thonë për shumë që ti ke kritiku Ibrahim Rrugovën, edhe nëse gati për brezave të ri tash Ibrahim Rrugova si njët si president ideal, si udhëheqës së senepor, dhe i ka pas gabimet e veta, në më thonë. Ka pas pak njerë që kanë guxu me e kundërshtuar. Po cilat i konsideron gabimet e Rrugovës? Ja, gabim ma trashanik i Rrugovës ka qenë mos reagimi për greven e Treshtatorë, aq ma porë që ajë nuk u pajtu. Në vitin 1999. Po tutje, deri të Daytoni, për shembull? Tjetër gabim ka qenë kur ajë vjen vitin 97, edhe kur Amerikanët i thojnë që ta shkoha me fillu luftën. Edhe ajë nuk u beson Amerikanëve. Nuk u beson, frikësohet që kanë me në lonë laqë. Nësha nuk është që nuk i beson, po jo në bindjet e ti që për jo violencë. Po, ne kam pas në bised, atër që është ka rrjedhë, ta të regoj një ngjarje, edhe në bised me Zërnullar Ramonën, atër këshilltar për arsim i
i presidentit Rugova, para se më mbajt një pritje në ambasadë amerikane në Tiranë, unë pata vu bast me Abdy Baletën, e Sabrina Vosella e ka prej Boston, që deri në fund të këtij shekulli, domethënë shekullin 20, Kosova ka mu dapi i Serbisë. Edhe ai tha jo, s'ka me pas luftë, pa tjetër luftë e bashkëmarrje, por ka mu dapi Kosova i Serbisë. Ai tha jo, edhe vun bast. S'ka me pas sa më luftë, u kryen luftat me Daytonin, s'ka më luftë. Dhe prejti Sabriu ato Boston, kur unë të nesërmet në ambasadë amerikane më ofrua ambasadorja Mariza Lina, e tha po për cilë shkrimet e tua, po më pëlqejnë, tha, na kemi lutë të Rugovën, tha me fillu luftën, po ai po refuzan. Dhe unë ishte takimi jam i parë me ambasadorën amerikane, atë kohë edhe ishte befasoj që ai që hapun po fliste me mu. Edhe me mas pritjes shkova në shpet të Abdy Baletës edhe i tregova. Pas ka me pas luftë, pas ta hu bastën. Po pse thash mu merë që di pse ajo pat që është deri adin mu shprej kështu para me, ta pse që kemi bote, është po me dalë me shkru në gazetë që qëto. I thës mërzitat aja fare për këtë punë, tha. Leqë, tha, nuk lodha tas me demantu, tha, edhe në thonë që si këmë thonë. Tha, po, tha, kjo, tha, edhe ma vonë pa të ardhë Zenullah Ramone në Tiranë, edhe i tregova, Zenullah, qëtu, tha, po, tha, në kanë thonë edhe neve, tha, po, e që beso, tha, nisja luftës e në alonë, tha, si krajina e Kninit që e shbanën e zënëm. Edhe, do më thonë, kjo mendoj që është gabim. Mas grevës, këto e konsideroni si gabimin? Kjo gabim për shkakun që kjo e ka mundësu pastaj Amerikanë me mu lidhë me LPK. Do më thonë edhe me fillu me nis luftën përmes LPK-s. Po para se me dalë këtu, shena i gabim tjetër, për shembull, refuzimin kategorik të Rugovës, para se me diskutu për luftën, refuzimin kategorik të Rugovës për me marrë pjesë në zgjedhjet të Serbisë. Jo, ka qenë... Ai menon që ka qenë në rregull. Po, binem, unë të tregoj një diçka që viteve 90 atëherë, Sali Berisha... Se ka pas presion bajagit madh prej ndërkombëtarëve për ne. Që mos me botu shkrimet e mia të Arben Popocit kundër Ibrahim Rugovës. Por tani ai kur u bo vitin 96, ai u bo kundër Ibrahim Rugovës, sepse insistante që Kosovë me marrë pjesë në zgjedhjet e Serbisë. Por nuk ka pas veç prej Shqipërisë pjesë. Atëherë pa ta thonë Rugova ka drejt, Berisha s'ka drejt. Edhe Amerikanët i kanë bo, për shembull, ambasadori Warren Zimmerman i ka bo presion për me marrë pjesë në zgjedhjet e Serbisë. Jo, ka bo mirë që ka qëndru, domethënë ka këto e konsideroni pozitive. Po, shiko, Rugova ka qenë negociator i fort, domethënë. Ai ka ditë me qëndru, ka qenë kryefort në qëndrimet e veta, domethënë. Por edhe kjo mendoj që ka qenë meritet tina, pse nuk ka leju me marrë pjesë në zgjedhjet. Se ka pas edhe ide këtu prej mbrenda, prej konkursit në vitin 93. Mendoj që kanë qenë gabim. Në vitin 93 ka pas një ide prej dy publicistëve të shumë, prej Shkëlzen Malicit dhe Veton Suroj për me marrë pjesë në zgjedhje, në nëntor të vitit 93. Edhe fushata linquese kundër tyre kanë qenë qaqe të mërshme, sa kur i lexon sot ato reagimet edhe kështu pyetjen që mundesh me shtru është ku i kanë vjerë mana i këta dy. Unë besoj që këto kanë bën njerëzit rreth Rugovës, sepse kur ndatojnë një pushtet, e kupton? Shumë pushtet kanë ata që janë rreth liderit, se so vetë lideri. Dhe ai shfrytëzojnë benefitet, po mendoj që rrjedh nga guximi i liderit, nga veprimi i liderit, edhe ata janë një farlloj, që me thonë, janë zagartë e gjyqtarit. Edhe ata zakonisht ju gjuhën oponentëve edhe kur ndoshta lideri nuk don më marrë me atë punë, ose nuk don,
ose nuk e ka predispozitën me ju hakmarrë diku. Për shembull, kur ju kanë gjujta dëmdëmoqët të afër zagorit të Ibrahim Rrugovës, nuk besoj që Rrugova e ka nxit atë fushat kundër dëmdëmoqët. E ka qenë Demashi vetë disa herë ka deklaruar që ka pas një shtab të posaçëm rreth LDK-s për detronizimin e personalitetit të tij. Ka qenë fushat shumë e ashpër. E vrarë, brutale. Kanë qenë shumë ata, domethënë, unë nuk besoj që ata zagori i kanë nxit Ibrahim Rrugova. Nuk besoj. Jo, po ata kanë qenë rreth Rrugovës, kanë shfrytzuar këto leadershipin e tij, edhe po e kanë sulmu, thjesht e kanë mbrojt pushtetin e vet. Para se me dalë te kjo tema e luftës, po e përmend gabimin e grevës, po del te gabimi i luftës, po a ka mujt Kosova me u çliru me rezistencë jo violente, me rezistencë paqësore, ama me qenë më aktive? Jo me bëvet sistem paralel në këto fushat, po me fillu me rezistencë aktive që kanë sugjeru kritik të Rrugovës në atë kohë, Demashi, Qosja, Maliqi, Suroj, etc. Kam insistu për rezistencë më aktive? Më aktive, sepse ajo kishte me kriju piramidën më të shnosh, domethënë. Nuk puna se na pasojat e mënyrës që kemi bo rezistencën atëherë, po i vujmë sot. Po i vujmë sot sepse na kemi ndërtu një shoqni ku kanë tash po mbizotrojnë antivlerat. Edhe për shembull ndryshe me pa dal Rrugova në ballë luftës, nuk i kishim pas LPK-n që e merr primatin e shqiptarëve të luftës, edhe na na lodh me enverizëm edhe tash në shekullin 21. A kemi mujt me çliru Kosovën pa luftë? Jo, absolutisht jo, s'ka mujt. Me rezistencë paqësore aktive? Kemi mujt me shpëtu ma lehtë, kemi mujt me demonstrata shumë aktive. Shiko, mas pari, bllokim të rrugëve, çlirim të institucioneve, me shku për shembull punëtorë të institutit, me u fut në Institut Albanologjik, punëtorë të fabrikave, për shembull Trepç me Trepça është e jona. Po, Feronikit me hinë Feronikën edhe me. Ke mujt, po mendoj as rezistencë u dosh me bë, po mendoj, është dosh, po mendoj me bë edhe shiko, na për shembull, mos të shkon të Nishi, pyetja është çysh na kesh gjetë të Nonshi, çysh na kesh gjetë pluralizmi ose është përbërje e Jugosllavisë. Mos të shkon të Nishi, Kosova i çdo pi Serbisë si Maqedonia që çdo pi Serbisë. Po pse s'u nda Bosnia si Maqedonia? Sepse Bosnia nuk ka pas mundësi që shikoj. Është bërë një analizë, domethënë një libër për shpërnguljen e serbëve pi Kosovës. Që nga Romi Rankovićit ka filluar në bazë që ati trendi, mësë kishë ndodhë demonstratat të Nishit, në vitin 1987-88 s'ka pas me pas serbë në Kosovë. Po për na kthem prapë të Nishit, po vështirë nuk shek kurrë pozitive të demonstratat e vitit 89? Absolutisht. Në i kotë të Nishi i kotë të gjithat këshijat e mundshme. Një, denigrimin e intelektualve, rinin më energjike në përburqe. Rinia më energjike që ka mujt me kontribu për zhvillimin e autonomisë, për çumën e autonomisë drejt Republikës, drejt shtetit, e në fut në burgje. Burg s'ka mujt me kontribu për... Ka një hipotezë që e kundërshton këto. Për shembull, shumë prej atyre që i mbrojnë demonstratat e vitit 89, unë për herë të parë e kom një në vitin 2009, 20 vjetorin e demonstratave prej akademikut Mehmet Kraja, i cili thotë se një prej meritave më të mëdha të 89-s është se e ndërprerën procesin e jugoslavizimit ose serbizimit të rive sidomos në zonat urbane. Absolutisht. Edhe ndahet, domethënë nuk ka më bashkëm vllaznim, po ndahet. Shqiptarët janë në një anë serbanë. Veç pak. Çaj procesi i jugoslavizimit nuk i boni slovent serb, nuk i boni kroat serb, që flasin njëjtën gjuhë pothuajse, nuk i boni bosnjak serb, nuk i boni maqedont. Po veç e konsolidoi demonstratat e të ditës e konsolidun kërkesën për Kosovën Republikë. Madje. Jo, për Kosova Republikë, kërkesa Kosova Republikë fillon pej 68 që po. Ajo nuk madje nuk edhe malazez që janë serb etnikisht, nuk u bon serb, se le mo më bo shqiptar, më bo serb. Kjo është parollë. Nuk është absolutisht, nuk ka pas një rrezik që shqiptarët pej musliman më bo ortodoks, që domethënë pej një gjuhë krejtësisht të ndryshme pej serbishtës e kroatishtes, mu slavizu e më bo. Kjo është
prall me bret. Për këto besoj për këto kemi me pas absolutisht është një e paqëndrueshme, nuk kanë pas më bë kur farë, që më thonë, jugoslavizimi. Për këto besoj kemi me pas mundësi me diskutu një herë tjetër, se sot po më interesant me diskutu, po qëto janë shterë krejt mjetët, edhe ju po thoni që s'kemi mujt me u çliru me rezistencë paçore, jo violente, lufta, edhe aktive, si kur të shkonë. Problemi kon që çka janë, domethënë të gjitha ato vërejtjet, kritikat që kanë bërë Rrugovës në atë kohën, vitin 90, kanë pas bëjnë me ato që na me qenë sa më të përgatitur për luftë, jo pse unë se kam kritikuar Rrugovën pse s'pe nis luftën në Altanishën. Po menon që është një pi meritave ti që nuk o nis në Altanishën lufta dhe që e ka shmang? Është meritë e tij, është meritë e tij që e ka shmang luftën, por domethënë por tani është gabim që nuk e ka nis në 90 mas Daytonit, 96-7. Gabim që se ka nis 98-ën, 97-98. Po më që si ka prisë, në fund e ka nisë, në fund edhe ka pranu, sepse në fund edhe Farku që ka qenë, u konë për institucional për ti, por në ndërkohë, kur ai ka bo këta LPK-eve që ka marrë primatën edhe na kemi qenë afër luftës civile në gjatë luftës. Qysh i vlerësan kritikat që i kanë bo ndaj Rrugovës kundërshtarët e tij kryesor? Kritikat e Demaçit, kritikat e Recep Qosjes, vetën Surrojit, Shkelzen Maliqit, po edhe të grupeve ilegale, sikur që ka qenë LPK-ja, LKÇK-ja. Unë mendoj që kritikat më të qëndrueshme në Demaçit, domethënë, ndaj ti nuk pajto me kritikat e Qosjes, ndaj tina edhe me kritikat që kanë bërë këta LPK-ja, absolutisht. Domethënë, ato janë konë kritika në sensin pëse s'është Rrugova enverist, ato se kanë thonë pëse s'është me fjallën enverist, po kritikat që kanë drejtu janë drejtu nga ajo pikpamje, nga ajo pikëshikim, e kupton. Kështu që enverizmi nuk ka bë punë në fund shekullin 20, në shekullin 21. Ka qenë një gjë negative, edhe aty shqyqyr që Rrugova u konë rezistent ndaj tyne, ndaj atyre kritikave që i kanë bërë. Cilat i konsideron kështu, me thonë, meritat më të mëdha të kësaj rezistencës jo violente në Kosovë? Fakti që shoqëria nuk u dorëzu, domethënë që ka qëndruar deri në fund, edhe fakti që në fund kur vendos me intervenu prej Amerikanëve, kanë pas një strukturë të gatshme, sa do kudo, edhe domethënë kanë ditë që ekziston një vullnet i pakontestueshëm për liri, për pavarësi. Kështu që këto janë merita kryesore dhe ndërkombëtarizimi po është një çështje. Po ndërkombëtarizimi, Rrugova, shiko, unë marr, domethënë ka qenë pakrahasueshëm me liderët politikë të sotëm, për shembull, të cilët shkojnë e fryhen para ndërkombëtarëve, atje ju shesin mend. Rrugova përkundër përsiseve të intelektuale, se ka qenë intelektuali më i madh i kohës. Nuk u shku më shit mend atje as Merkel, atyne, po më dhej, nëjse Merkelet, supon atër, po Kollit, as Clintonit, as kërkuna, po ka shku si gjuna para tyne. Me gjithë dijet e tina, me gjithë diapazonin e ti, që kulturën që ka tregu para tyne, dhe ka rrit që, dhe më thonë, me ndërkombëtarizu që ishte në Kosovës, interesant është që dy shtetet mike që kanë kontribu më shumë të për pavarësinë e Shqipërisë, e që janë Austro-Hungaria edhe Perandoria Osmane atë në atë kohë. Të rolin e Austro-Hungarisë pak e shumë dijet, Perandorisë Osmane është nuk dijet të kontestum për historianëve të Enver Hoxhës. Edhe Rrugovën, ministri pari jashtëm që e pret Rrugovën është Alojz Mok. Ministri Austriak, presidenti parë që e pret Rrugovën, Turqisë, Turgut Demiri. Sulejman Demirel, okej. Kështu që të në shtetet të cilat në mënyrë kanë dhënë për krahën, nuk është një gjë e vogël me të pranuar zyre një ministër jashtëm. Do me thonë me përmbledh. Ka marrë parasysh, do me thonë, sepse ai s'ka qenë ministër jashtëm, ka qenë përfaqësues i një shteti, ka përfaqësuar një shtet në synim. Edhe ta vetë fakti që ti pe pranon, ajo është... Qysh me e quajtë rezistencën?
a me qujtë suksesshme rezistencën jo violentë të shqiptarëve të Kosovës 88-98, Po, me qujtë të dështume, Jo. apo me ati ndajmë ta bëjmë një përmbledhje të meritave dhe të dështimeve. Nëse e bëjmë këto me nota 1-5, për mendimin tim, nishi not e dopt, e dështume, 2 kaluse, 5 shkëlqyshme. Atëherë, kjo rezistenca që ka ofruar Ibrahim Rugova, vitet 90-ta, për vlerësimin tem është 2. 2, mjaftueshëm. Domethënë nuk është mirë, nuk është shumë mirë, nuk është shkëlqyeshëm. Por nuk është dështim. Është sukses. Megjithatë, është sukses. Po pse nuk ka notë më të madhe kjo? Sepse ka shumë veprime të cilat ne sot si Që ta qyrim kështu, na ka homogenizu si qytetar kundër Serbisë. Kjo është e para. Po. E ka shmang luftën vitin 1990-91, se kish me ndodhë Srebrenica, këtu kjo është e dyta. Po. Treta është e ka ndërkombëtarizu çështjen e Kosovës. Këto janë sukses. Po e çu më mi thonë tash këto janë shumë suksese të mëdha, për me vlerësu me po janë suksese, por dështimet janë më të kur i vendosin peshore, dështimet, jo, se ta nësë po thonë politikë dështum, këtë shka është, do më thonë nëse ki dështime më të se sukseset, po gabimet, do më thonë të shumë ta bojnë, se kjo është njësën, si kur, ta zëmë nëse bojmë një paralele me sot, nëse më lejot, për shambull, në marrja e veriut në kontrol, është një të gjë, mund të vlerësohet me 2, po jo me 5. Pse? Se është një sukses, në cilën kanë dështu krejt qeverit paraprake, do në kanë nish. Në këtë rast, kryeministri aktuale ka 2, po jo 5. Pse jo 5? Sepse ka mujtë me bo veprime shumë ma shumë, që me edhe shumë atë mirën, po që nuk i ka bo. Po thjesht, sepse për arsye shumë ta, dhe më thonë, jo njerëz pa aftë të angazhuar në qeverinë e tij, jo në zyrtar tjera. Kështu që e gjithë kjo e bën që suksesi i tij, që është sukses i madh, nuk është sukses i vogël, ai me marrë veriun në kontroll, në një vend ku kanë dështu të gjithë pararëndësit e tij, po megjithatë nuk është nuk është për notë shkëlqyeshme. Qysh kishem javë spjegu krejt për fond, brezave të ri, sidomos tyne që kanë linë mas luftës në Kosovë, qysh kishem javë spjegu me një fjali që të rezistencën 88-98, që në fakt identifikohet krejt me Rugovën, po s'ka nis me Rugovën, ka nis me Vlasin, me Kaçusha Jasharin, me Aziz Abrashin, Burhan Kavajën, Zekria Canën, me intelektual që i kanë organizu krejt këso, me Veton Surojin, me plot intelektual tjerë. Po identifikohet si epoka e Rugovës. Po, identifikohet sepse ka dominuar, dhe më thonë, por vështirë është me spjegu, po më ndaj brezave të ri, sepse ata nisin nga pikpamja sot, ata kanë gjetë një situatë krejt tjetër, edhe nuk mund të imagjinojnë në një situatë tillë njëherë, shtruni pyetje që ka njoft Skënderbeu Donika Kastriotin, edhe u qunë studentëve përgjigj përmes Facebook-ut, qysh më përmes Facebook, nashta përmes Instagramit. Kupton, është një situatë pa imagjinueshme për njerëzit, domethënë për brezat e sotëm, se si edhe kur javë përshkruan edhe dhunën edhe represionin që ka ndodhur gjatë viteve 90. Edhe për shembull, unë kur ja përshkruaj djalit tem, kur i tham për heroizmin e babgjyshit tem, që në luftën e Noj Pazarit, kur në shku me mbrojt kufini e sipërm Shqipërisë në atë kohë, 1943, i konë cëllmun për idionëve, për qetnikëve dhe për partizanëve. Edhe në një moment, ta jenë zbëth luftëtarë shqiptarë, bajrektari ka fillu me ikë, edhe tu ikë e ka rokë plumi, edhe ka ra flamuri për tokë. Gjysh janë rëbeshin e plumave, aty në fusht hapër në dalë ka marrë flamurin e ka ngull një stikam. Se ka njësë shumë luftëtarë me dalë për stikamit edhe me ikë mrapa. Edhe kur e ka bu këtë veprim, atëherë luftëtarët kanë marrë zemër edhe kanë njësë sulm edhe kanë fitu betejen.
Domethënë, edhe kjo është një heroizëm, domethënë që sot ditë përmendet në Drënicë edhe knohet në Kong, por djali them thotë, pas ka qenë budalla gjyshi, qysh edhe i që dalë mes plumave thotë me, sepse ai nuk e kupton pse ka qenë aq e rëndësishme, domethënë me ka flamurin me smela me ron tokë edhe me ngul një stikam, sepse nuk e ka, domethënë ajo kujton sikur lufta, sikur që tash më dalë më shku atje me luftuan atje në Gaza, në Irana, se në ku. Nisoj edhe është shumë vështirë më javë spjegu dhe edhe represionin, dhunën, apartheidin, segregacionin që ka ushtruar Serbia gjatë viteve 90, atyne që se kanë përjetu. Po s'mundet me imagjinu situatën si delë që të shë policin me x pidresht. Po, një polic e ka kontrollu, ose dy polic e kanë kontrollu një lagje të tanë. Shembulli më i mirë që ta ilustron këto është një raport i vitit 1994-5, që ka titullin Kumbullat e Dushanit. Dhe Dushani është në një katon në Ferizaj, Zaskoc, edhe në atë katon dikush ja vjedh 40 fidane të kumbullave, që ai kish ble dhe ka planifikuar me i mbjell në bashkën e vet. Dikush ja ka vjedh dhe e ka raportuar në stacionin policor në Ferizaj. Edhe për disa javë, për një muaj, policia e ka torturuar secilin katunar të fshatit Zaskoc të etnisë shqiptare për vjedhjen e këtyre fidaneve të kumbullave. Dhe me thënë, një muaj ditë rresht, shqiptarët e fshatit janë shku dhe janë torturuar. Vullnetarisht kanë shku në stacionin e policisë, janë paraqitur dhe janë torturuar dhe kur jam shpjegon këto sot brezave të ri duket krejt e pa akceptueshme. Kështu që është, unë besoj, brezat e ri tash s'kanë edhe durimin me lexue, domethënë historinë, e cila fatkeqësisht akoma ju servohet e falsifikume, edhe bom për interesat e shokut të nver, jo për interesat e Deramës, Albin Kurtit, Shëmtash, por për interesat e shokut të nver Hoxha. Prandaj është tani kronike dhe nuk kanë marrë mundimin historianët e ri me paraqit ndryshe, ashtu që ka qenë fakt përkundër që faktet kanë dalë tash. Se tash e kemi faktet, tash kemi për shembull kujtimet që si kemi pas përpara, për shembull kujtimet e Ismail Qemal Vlorës, Surja Bej Vlorës, Shembej Vlorës, kujtimet e Hasan Prishtinës, kujtimet e Mustafa Krujës, Recep Mitrovicës, Gjafer Devës, Dom Docnikajt, kemi të Mofit Lubohovës, kujtimet Sefi Vllamasit, kemi kujtimet Po shpresoj që me këtë emision ne kemi dhënë një kontribut modest për ndriçimin e ngjarjeve më të rëndësishme që kanë ndodhur gjatë viteve 90. Meqenëse jemi krejt në fund. Edhe do të për shembull tek librat e mi që shkruan atko që në një farë mënyrë janë analiza e komente, po që janë edhe kronike kohës. Kronike kohës, sepse pse është me interes me lexu njerëzit, është interes me lexu për shkakun që nuk mund me lexu tonelata me material. I kemi atë kondenzuar. Është e kondenzuar, është analiza, domethënë e ngjarjeve dhe besoj që me vetë faktin që prognozat të cilat janë dhënë në ato shkrime janë dalë të vërteta, kjo tregon që ato kanë qenë analiza të basuar në shkencë, në analizë janë bombi analizë shkencore, edhe prandaj ja vlen që me lexu për me kuptue atë kohë. Pse duhet, edhe çto po them, po përfundojmë, s'po ta zgjas më shumë, pse duhet më mësu historia? Zia ke po në debatës, si janë nisi me fol në televizionin të historisë, dhe le historisë, sepse zdojnë me moderatorët e këto me shpërfaq ignorancën e tyre, edhe nuk duket si prallë. Në gjeometri, 2 pika përcaktojnë një drejtës. Kur e din ti të kalumen, edhe tashmen ku je, ti e projekton të ardhmen. Po nëse ti nuk e din as ku je tash, as ku e kon të kalumen, s'kemi ditë as ka kemi shku. S'kemi ditë as ka kemi shku. Ose nëse din tashmen, po të kalumen e ke po në mënyrë të shtrëmbrum. Po më kujtojnë ato polemika Ilerion Rovarac me Matjas Rečković, që thot, a duhet më mësu historia qysh u konë, a qysh u dosht me konë.
Edhe nëse ti për shembull e projekton pikën ku sukon, atëherë drejtësa shkon tjetër drejtim, anxhorët kanë me shku në drejtimin e natyrshëm, edhe vazhdimisht shoqënia i the kont, vazhdimisht më nthu sepse edhe prandaj na po morrim thu sepse nxënësit të studentët tonë e mësojnë historinë gabim, që ata që mësojnë se tash mësojnë hiç. Edhe natyrisht që ardhmja vazhdimisht na i thehund se nuk jemi në gjendje me projektu të ardhmen. Kjo është arsyeja pse duhet mu mësu historia, për me mësu në mënyrën më të lehtë, duhet me një mas pari duhet njerëz më të besueshëm, për shembull nuk duhet me lexu Tulifar historiani, për shembull na kemi fatin, shqiptarët kanë fatin që njeriu i cili është historiani më i madh në botë, është nishi në botë, që tash, mas e ti Vincent Normand që ka shku historinë e Evropës, që njohë si historiani më i madh, mas vdekjes tina, Noel Malcolm është historiani numër 1 në botë. Nuk është historiani më i njohur vetëm për shqiptar, po për këtë botën, ai i ka shkruar disa libra për shqiptar, historia e Kosovës, armiqtë e dobishëm, këtë pastaj familjet Bruti dhe Bruni Bruti dhe këtë shqiptarët, luftarët, fetarët e tjerë që janë 13 libra të bashkuar në një përmbledhje. Të gjitha këto janë, domethënë, në mënyrë të kontezuar me historia mashkëndcore për shqiptarët, edhe duhet... Dhe jemi me faqe. Me që se s'kemi pas historian me na shkru histori... Po jemi me faqe historianë më e madh në botë, o morë me neve. Zoti Spaju, faleminderit shumë që ishe me na. Çdo të mirë.